se vend e punët ka boll në Shqipëri. A është standardi mirë punët, a është pagesa mirë? Jo, jam shumë dakord tash muhabet tjetër ai, po. Fakti që dalin e bërtasin nuk ka punë edhe nuk ka mundësi mu më shfazon pak sepse është gënjeshtër. Pse do të më ardh Allah dikush prej Bangladeshit me zonë ty vendin e punës. A kupton? Po no Allah, nuk është e lehtë për kërkan, na din. Ton kena punu fort, unë kam ne deri në 2 natë të puna jeme gjatë verës. Se kam përmend kujtas më ka ditë kush, e kam pa për veten time. Tesh edhe do na me punu punë standarde, edhe do na pushime, edhe do na i rrogë super të mirë, edhe do na mos më na ndaj kushte kryti, edhe do na për na mos më na fol, ti i jetu në parajs, nuk i jetu në tokë. Jo Shqipëria s'tlen me çu krytin, jo nuk tlen shteti me bën si gjë. Dire në Europë, a tlen shteti me çu krytin në Europë. Thjesht me rrogën tonë keni ato ku diun 20 ditë pushim edhe kaç marrë ciklet e jetës. To sikur do më bë ton, do më bë ton pronarë burr, do më bë ton skllava pronarë, do më bë ton bosa droge, do më bë ton milionera, po si hellon jo të ton dush me arrit me kuptu qëllimin e jetës tonë. Për shembull, asun as ti s'ke për të bë, po për shembull, s'ke për të bë pronarë, din do të më kuptu pozicionin tënd në jetë. Unë nuk mundem më bë kryeminist, unë s'mundem më bë pilot avioni, ta kupton? Sepse ky jam unë. Do kanë kriza me veten e llatë. Se të po bën aton pronars, po kena më punëtor.